Fandi, si ka për ty kjo natë e madhe? Kjo është një natë për më të mirë se animi muaj ose 1 vite, më thonë. Është zakit natë, është problemi i madh dhe është mirë gradualisht me shtu besimtari istighfarin edhe sot mundesh me bu vepra sa më të mira. Me një pikë të lutit e shym një pjesë zjarrit xhehenamit. A ka se më mirë kur çon për Allah edhe me kon 70 vite aja fytyrë e besimtarit lak zjarrit xhehenamit. A më kon besimtar i sinqert. Ju me kon domethënë besimtar laik, një herë në vetë muaj ose një javë. Mirë, faleminderit. Si po kalon? Ka dorë zotë mirë, alhamdulillah. Përshëndet. Elhamdulillah mirë. Okej, mirë, shumë kuptohem. Faleminderit. Jemi në natën më të madhe, natën e Kadrit. Po. Që thuhet. Po. Fandi, si ka për ty kjo natë e madhe? Ndjesi është shumë e madhe. Mirë është për ata kush e ndjen këtë kënaqësi, se kjo është një natë për më të mirë se animi muaj ose 1 vite, më thonë. Kush e zakit natë, është problemi i madh dhe është mirë gradualisht me shtu besimtari istighfarin edhe sot mundesh me bu vepra sa më të mira. Këtë natë madhe të ato lutje, ato vepra që ti i praktikon si musliman. Po. Mirë është, siç thash pak më herët. Bamirësia është edhe jashtë Ramazanit, jo vetëm brenda Ramazan, se një zot është edhe jashtë Ramazanit. Efekti është shembull me pas bindje ndaj Zotit sa më shumë, istighfarin me shtu, me fal namazin, me vënu të mirë dhe me ndalu për të keq. Si kjo është, domethënë, më kon njëri bendës ndaj Zotit, vërtet. Ti si vëlla musliman, cilat lutje i praktikon për familjen tënde, për një më të dashur? Çdo namaz, sidomos si të thëna ihtiyatin, përmend këtu vetvetja, prindrit, familja, farefisi, dashamirët, këtë i përmend namaz. Gjatë ihtiyatit të thotë besimtari ku është në të farë në të shotë, të thotë. A do nërë seqde të bo lutje për Zotin me qajtë? Po, shumë herë. Se me një pikë të lutit e shym një pjesë zjarrit xhehenamit. A ka se më mirë kur çon për Allah edhe me kon 70 vite aja fytyrë e besimtarit lak zjarrit xhehenamit. A më kon besimtar i sinqert. Ju me kon domethënë besimtar laik, një herë në vetë muaj ose një javë. Sa ka besimtar laik edhe besimtar tamam kështu tash. Në vend ku jetojmë apo pak një tash subhanallahu nuk mund të paraqyjku se njëri e vret edhe pas Ramazanit. A ka dyshim, domethënë pas çështës ti, a ka marrë mësim për Ramazanit edhe ku dihet që ai pranohet namazi atina ose është për njerëz të mirë, nëse kalon gjuhë në xhami vjen apet prap mas namazit taravih ose mas Ramazanit. Nëse vjen prap folet me pendim sinqert edhe ka mundësi që Allah që fol shumë. Edhe nëse një rabi Allahut e ka plan me gjino edhe sa ku pa e qiellit, Allah prapë ka rahmetin e madh, edhe më shumë të ka rahmetin e madh se sa i dhrimin e vet. E ka plan i dhrimin Allah me rahmetin e vet. E mëshiron rrugën e vet. A ki dikon këtë muaj të Ramazanit të mungon edhe kishe pasur dëshirë ta bani bashkë iftarin? Po i ka shumë çështje tash. Që ja. Njerëzit mungojnë këtë Ramazan. Po kam në fakt migjën që më ka ndru jetë, një djali migjës prap, edhe shuhet që e migjës, domethënë, edhe këta janë pjesë të familjes, e kena në familjes domethënë mungesë, po ndoshta Allah i takumi dhe në xhenet, se na shpresojnë për më thonë për xhenet. Se ajo çaja. Si e shetë shumica e muslimanëve dhe ditë që në fundin janë ma të aktivizuar ma shumë. Mirë po, herë tjera nuk është që praktikojnë ma shumë lutjet, apo këto gjëra që ndoshta kime disa që dhe shumë pak kanë rëndësi, dhe më thënë, para se, dhe më thënë, më fut dhe ditë që në fundin natën e Kadrit. Dhe ditë që fundit për shkak që edhe me gjetën atë natë tek, se për shkak që ka shpërblimet më edhe nëse ka mundësi diko që edhe s'ka fëmijë, në atë natë u pranohet duaja. E përgëzan Zotin me fëmijë, e përgëzan Zotin edhe që thata ku dikush që më ka kërku folja dhe unë që se këmë fol, unë e më shiraj, Zotin thëtë nuk ka. E që ta na jena besimtore, alhamdulillah, qysh me besu edhe me shpresu. E që kjo. Për ty këtë fund nata e Kadrit, po. Si është? Valo me të regu drejt, fillim kërë kemi prit, i këna prit në shumë gëzim. Po tash, të janë 2 net fundit, është me pikthim për neve për shkak se a jemi apet prap gjollë, edhe a kina mundësim për me arrit prap këto shpërblimet të Ramazanit më i shenë. Po ndoshta Allah i presum edhe mira tjera Ramazanit.
por ditët që tashmë na ka mbetur vetëm edhe 2 net. Shumë fart. Fart më zgjuar është e madhe, po çfarë po Zoti e ka bërë caktim deri këtë ditë. Këtë fund, që kështë thënë një mesazh, një këshill gjithë atyre të besimit islam që do ta kishte drejtuar ti. Mas fori njeri do të me pyet vetveten për më u thon tjerëve. Mo kom bendes, mo lutemi me ndëru për keqës, sa më shumë më kon i përkujdesëm gjatë namazit tyre, se badjova na i formi shumë edhe 5 vakte, po nëse si na kujdes gjatë namazit, edhe na mundu me kon i pjesën atyve të humbur, se për shkak është një ajet kuranor që edhe pejgamberi alayhis salam ka thënë me një hadith. Për simtar musliman 72 grupe, ka me shku në xhehenem, një grup në xhenet. Tash a mundu me ditë na secili prej nesh, se cilit grup jemi. A jemi prej grupit ndeshkun apo prej grupit të shpëtuar? Po ndosh Zoti që jena prej grupit të shpëtuar. Zoti, Faleminderit. Aqërim pranueshëm, lutet dua, besoj që vetëm ai i lartë. Amin, zvor. Faleminderit. Më të mirë aty. Krasi. Faleminderit shumë.